Arsimi nuk përparon vetëm me plane, por me vizion, përkushtim dhe veprime konkrete. Bekim Jusufi, drejtori i shkollës fillore, është një figurë drejtuesi që ka dëshmuar se menaxhmenti arsimor kërkon përgjegjësi, organizim dhe ndjeshmëri ndaj nevojave të fëmijëve. Në drejtimin e tij, shkolla që ai ka udhëhequr kanë kaluar në renovime të rëndësishme infrastrukturore, duke u transformuar në ambiente moderne, funksionale dhe të sigurta, të ndërtuara sipas standardeve europiane. Këto ndryshime kanë përmirësuar ndjeshëm kushtet e mësimdhënies, cilësinë e qëndrimit në shkollë dhe motivimin e nxënësve dhe stafit arsimor. Por kontributi i tij nuk është ndalur vetëm në infrastrukturë. Ai ka ndërtuar një kulturë bashkëpunimi, disipline dhe respekti, duke vendosur arsimin dhe mirëqenien e nxënësve në qendër të çdo vendimi. Si drejtues, Bekim Jusufi ka treguar se shkolla nuk është vetëm institucion, por hapësirë ku formohen breza, ku ndërtohet e ardhmja dhe ku standardi duhet të jetë gjithmonë prioritet. Për vizionin drejtues, për angazhimin e vazhdueshëm dhe për kontributin konkret në modernizimin e arsimit, shoqata Votra e nderon me çmimin e liderit arsimor.